Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na keni ardhur. Quhem Eduard Nika. Dhe desha të theksoj diçka. Të bëj një analizë pak a shumë se çfarë japim këtij shteti dhe çfarë na jep ky shteti neve. Të gjithë banorët e fshatit, po them njësi surroj, se s'po marrim edhe fshata të tjerë. Paktën kanë nga 2 makina. Një e kanë për rrugën Kalldram, një e kanë për asfalt. Shpenzoj 1000 kg naftë në vit. Ka 1000 lekë që merr shteti mu, i thon 1 milion vetëm naftë. 1 milion merr taksa, siguracione, kualidime e tjera, o bon 2 milion. S'po e lëm tjetër në kohën e humbur, punën larg, e shumë tjera. Ku shkoj këto parët e mia? Pse du ta quaj veten unë shqiptar i Shqipërisë? Ta quaj i Kosovës më vlla, ta quaj i Maqedonisë më vlla. Pse më mirë nga ana tjetër, më mirë, 100 mirë. S'du ta quaj fare qytetar i Shqipërisë. S'du ta quaj veten. Përderisa më ka harru shteti mua. Kjo është mungesë respekti. Kjo është shkelje mbi drejtat e njerëzit. Po paguajmë taksat dhe s'marrim shërbimin. Kjo është. Nuk na shërben shteti taksat gjitha? Po gjitha e paguajmë. Gjelbrim, ndriçim, Gjitha. pastrim, I llogaritëm afërsisht 2 milion vetëm makinat. Po paguajmë TVSH në mërë, edhe bukën, edhe domatën, edhe çdo gjë që e blem e paguajmë TVSH shtetit. Edhe këto janë taksa. Po edhe dritat i paguajmë. paguani. Edhe ujin e paguajmë. Gjitha këto janë taksa. Atëherë një krye familjar në këtë fshat e furi që jep shtetit është 5 milion lek. 5 milion lek. Po të paktën 20% të investojë shteti. Këtu është 0% investim. 0%. Kur mban mend që të kesh parë një shenjë të shtetit që ka ardhur dhe ka vënë një gosht në këtë fshat? Përveç shkollës, se shkollën e pash. Mund të them që para 13 vitesh. Që 15 vjet e më shumë nuk është vënë nuk është vënë. 15 vjet këtu është fill shteti, ja? 1000 lekë vjetrës. Para 2013. Kjo është gjendja jonë. Tashi ne kotrim këtu.